Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohemi pikërisht sot në këtë ditë të bukur me mua Tiron Alilin. Do të nisim të komentojmë ngjarjet më interesante në fakt që po ndodhin në jetën e artistëve shqiptar. Dhe sot njerë dua të nis këtë komentim duke i uruar të gjithë juve edhe një herë gëzuar ditën e bukur të Kurban Bayramit. Jemi akoma në fest, akoma po festojmë, akoma po e shijojmë këtë fest të bukur dhe simbolika e kësaj feste është të falim dashuri, të përqafojmë njëri tjetrin dhe të falim njëri tjetrin për çdo gabim, për çdo fjalë, për çdo gjë që ne mund të kemi lënduar zemrën e tjetrit. Ju e dini shumë bukur që unë akoma nuk e kam dhënë një koment edhe një analizë për këngën Ku je nisë dhe Shuj Shuj, një projekt në fakt që erdhi nga Egli dhe nga Fifi. U prezantuan si dy projekte. Dy projekte që me njëherë na quan mendjen se do t'jenë dy këngë të lançuara në dy kanale. Dy këngë të publikuara në dy kanale të ndryshme dhe dy projekte që nuk i takojnë as pak njëra tjetrës. Dhe realisht nuk i takonin njëra tjetrës, sepse po të futemi në detaje ishin dy këngë të ndryshme. Ishin dy tema të ndryshme, por ishin këngë me ritëm. Unë që në fillimet e mia, kur kam komentuar coming soon-et, të cilat i nxori Fifi dhe Egli në përjetët sociale të tyre, dhe kur kam parë fustanet e tyre të shkurtra me gajtanin gold, simbolik e dinijave, dallameve, kaftaneve tona, kam thënë se do t'jetë një këngë e cila do të përmban brenda saj motivet popullore dhe kjo ishte. Brenda këngës kemi motive popullore nga DJ Gimi, dhe me thënë, momentin kur ishte pjesa e motivit ku Egli duke shte shkëlqyeshme në këtë veshje, dhe me thënë, interpretonte nusen e Kosovës, DJ Gimi ishte në pjeset e klipit duke vallëzuar, dhe thënë, ky ishte bashkëpunimi. Këngët janë të bukura, unë nuk e vë në dyshim që Fifi mund të bëj këngë të keqe, unë nuk e vë në dyshim që Fifi mund të bëj këngë jo të suksesshme. Kënga ka vajtur 625.000 klikime. Tani, duke u bazuar se jemi në një kohë feste, duke u bazuar në originalitetin e këngës, se jo Fifi që nuk e ka mundësin ta qonë këngën 50 milion për një ditë. I ka të gjitha këto mundësit. Por ajo që unë shoh në mesin e Fifit edhe të Eglit, këto dy artiste të mrekullueshme të skenës shqiptare, duan të qëndrojnë me naturalitetin, duan të qëndrojnë me vërtetësin, duan të qëndrojnë me klikimet e vërteta. Do të thënë, kënga ka vajtur 625.000, edhe pse u komentua që ishte një këngë me thumba, një këngë me kunja, një këngë si kur Fifia ka thënë gjestit, unë nuk e kuptoj përse fjalët e Fifit lidhen me gjestin, për çfarë arsye. Fifi po bën projektet e saj, në fillim edhe këngën Mimome e lidhen me gjestin dhe këtë po lidhin me gjestin. Unë nuk shoh që ka me gjestin. Ndoshta ka ca gjëra që Egli e ka këtë mekanizmin të përzgjedhur që mundohen nëpërmjet këngëve të japi një mesazh te publiku që marrëdhënia e tyre nuk është e shkatëruar, kjo është e vërtetë, por që Fifi ka diçka me gjestin, jo. Këngët ishin me ritëm, ishin këngë verore, ishin këngë diskotekash, të mirë punuara, videoklipi më pëlqeu, i thjesht, por i bukur, do me thënë tregonte atë fermeren, zakonisht, atë gocën që ne gjithmonë e kemi parë në për filmat spanjol, ose në për disa këngë spanjole me këto veshje, do me thënë interesante, një lloj miksi i punuar të rthurazi me kombinimin popullor tonin. Dhe Fifi njihet për këtë gjë. Fifi njihet për të bërë çuditëra në fakt në projektet e saj, në këngët e saj, dhe unë nuk e veja në dyshim që ky projekti do të ishte një çudi. Ky projekti do të ishte një diçka që do të na linte pa fjalë. Tani, në qoftë se ne jemi mësuar nga gjesti, nga Fifi, nga Egli, nga Luizi, e disa artistë të tjerë që këngët e tyre t'i shohim për brenda 24 orësh 2 milion, 5 milion, 7 milion. Kënga e Fifit edhe Eglit se shoh nëpër komente që është dështim, thonë ca. Nuk do të thotë që Fifi e ka lënë për një ditë 625.000, që do me thënë ka kaluar gjysmë milioni, nuk është keq,
duke u bazuar dhe në efektin që jep festa, duke u bazuar në njerëzit që janë të zënë dhe të angazhuar këto ditë, kjo nuk do të thotë që është dështim. Përkundrazi, mua më pëlqen që doli një artiste, siç është Fifi, dhe nuk i blen më këto klikimet. Do me thënë, e lë famën ashtu siç e ka. Dhe 645.000 shqiptarë, duke vazhduar që kënga po hecën, që për një ditë do me thënë është super sukses, nuk është keq, është super sukses, se të tjerët utohen për t'i marrë 645.000 klikime dhe nuk i marrin dot. Do me thënë, duke e lënë gjithçka në naturalitet, kjo është suksesi i kësaj kënge. Sepse 645.000 e kanë klikuar dhe dëgjuar, jo e kanë blerë. Dhe kjo më pëlqen pafund dhe për këtë gjë dua të falenderoj Fifin që përzgjedhen originalitetin dhe famën vërtet e ka të merituar, nuk e ka famë të blerë, nuk e ka famë të imponuar, e ka famë që njerëzit vetë futen YouTube, klikojnë Fifin, Eglin dhe dëgjojnë këngën e tyre. Kënga ishte shumë e bukur, një këngë që të dhuron adrenalin, të dhuron ritëm, të dhuron valle, është këngë e punuar për diskotek, as që diskutohet, tani mund të ketë dhe nga këto analistët që gjykojnë, por Fifi dhe Egli e kanë patjetër të punojnë për diskoteka, se në fund të ditës këngëtarët këtë kanë biznes, që të bëjnë këngën dhe më pas këngën e tyre ta këndojnë në përmbrëmjet e tyre rinore, nuk mund të bëjnë gjithmonë këngë të cilat i konvenon publikut sepse dëshiron të jetë gjithmonë në balat, por publiku ka nevojë dhe për ritëm, publiku ka nevojë dhe për adrenalin, publiku ka nevojë dhe për kombinime të këtilla. Fifi dhe Egli, Fifi në fakt e kam parur me veshje kombëtare, se ka bërë dhe këngën Oj Zogo në mes të Tiranës që është me veshje popullore, ndërsa Egli më ka tërhequr vëmendjen sepse edhe veshjen Egli nuk e kishte zgjedhur si të Tiranës, por e kishte zgjedhur veshje tipike kosovare. Dhe kjo tregon që, do me thënë, shpirtërisht Egli është lidhur me Kosovën dhe ka një lidhje të veçantë, do me thënë, Kosova është një gjë e mirë për të. Unë ju uroj vetëm suksese të dy gocave, do kisha patur një kërkesë që ju ta bëni virale këtë lajmin që t'ju shkon deri në veshët të tyre, dhe këtë kërkesën që unë e kam në emër të gjithë publikut, në fakt ne jemi përfaqësues të publikut, që na dhuroni më shumë projekte të këtilla. Ne kemi nevojë për ritmin tuaj, për adrenalinën tuaj, për energjinë tuaj. Nuk është e keq që të japësh energji të bukur dhe faleminderit që na sollët këtë mega hit.